që ta them edhe një herë. Zbatimi i ligjit nuk është qëndrim politik i imi, nuk mund të jetë, nuk kemi opcion që të mos zbatojmë ligjin. Andaj, ju thras edhe juve që të më ndihmoni sa më shumë në zbatimin e ligjit i cili do të vlejë për të gjithë. Qofshin ata njerëz të fuqishëm institucional, qofshin ata njerëz të fuqishëm ekonomik, qofshin ata edhe anëtarë të partive politike, duke filluar nga subjekti i lëvizjave vendosje. Andaj, në komunën tonë do të punoj që ligji të vlejë për të gjithë në mënyrë të barabartë. Që kemi të cekë në zhvillimi i komunës tonë. Ne, edhe si shtet në përgjithësi, jemi tash në vendin e fundit edhe për nga papunësia, edhe për nga varfria, por edhe në përgjithësi edhe për nga percepcioni që ekziston për korupcionin e institucionet tonë. Ne do të punojmë sa është e mundshme, do të punojmë tepër shumë që të krijojmë vende të reja të punës dhe që komuna të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik, në krijimin e vendeve të punës dhe një jetë më të mirë për të gjithë. Dhe prioriteti i tretë, po i them si të përgjithshme, sepse e të dini se unë kam folë edhe për ujin, edhe për qiellin, edhe për shkollat, por në nivelin e politikave do të jetë edhe barazia sociale. Në vitet e 90-ta kemi qenë të robruar, por të barabartë. Kemi pas një barazi në mes neve në ato kushtet e robrimit të cilat i kemi pas. Sot jemi të lirë, por jemi shumë të pabarabartë. Andaj, kjo është pothuajse i ka të këqijat e veta, sikurse edhe vitet e 90-ta. Ne duhet të punojmë që në Prishtinë, në komunën tonë, në shtetin tonë, të ketë barazi sociale sa më shumë. Po ashtu dua sot që t'i përshëndes edhe punëtorët e administratës në komunën e Prishtinës, sepse kam dëgjuar fjalë të ndryshme se ata duhet të friksohen apo duhet të ketë në ndryshime të mëdha. Unë e kam thënë edhe gjithmonë, i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar dhe kanë punuar në komunën e Prishtinës. Puna në komunë do të vazhdojnë në mënyrën sa më normale që është e mundshme. Ata të cilët punojnë dhe kanë punuar nuk kanë arsye pse të filluan ndryshimit, vetëse do t'i punojmë edhe më shumë në mënyrë që të kemi në shërbim sa më të mirë të qytetarëve.